Po kthehemi pak te elita e basketbollit tonë, s'mujmë pa e përmend, jemi afektu si shumë me këto zgjedhje lokale, marr parasysh një edicion të cilën unë e kom quajtur që është një prej më të mirëve në 20 vjet e fundit, po na e rikujton atë periudhën e mas luftës, atë periudhën e arë që kemi qef dëshirë me qujt të gjithë, investimet e klubeve në trajner mas pari, me kohë, me lojtar, përgatitet para kohë, si pas trendeve të hajde temi dekadës e 15 viteve të fundit, seriozitetit që na bjesht. Edhe ajo po reflekton. Po më intereson një mendimi joti për krejt të që po ndodh dhe mase në fond mungesa e palestra. Mas pari do thotë është për të ardhur keq që gjithë ky investim të cilin ti e përmendë dhe gjithë kjo përgatitje të cilën kanë bërë krejt ekipet e Superligës, jo vetëm meshkujve dhe Superligës femrave, për të qenë sa më të gatshëm për këto gara edhe evropiane edhe për garën tonë vendore, e cila është shumë e rëndësishme për secilin prej tyre, po duket se po shkojmë paksa dëm për shkak të faktit që palestrat tona ne nuk i kemi në dispozicion, se tash po bën 10 ditë janë bërë. E keni parasysh që përveç faktit që kjo po ka ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimin dhe mbarvajtjen e garave, që mund të kemi shumë probleme me kalendarin e garave në të ardhmen, që na ka detyruar do të thotë që ta heqim Superkupën si një prej garave, për 3 garave që organizon FBK-ja për në nivelin e meshkujve, do të thotë për krejt Kosovën. Kjo është duke i dëmtuar jashtëzakonisht shumë të gjitha ekipet, të gjitha klubet për shkak se ato nuk kanë asku me ushtru sot. Do të kushtet në të cilat ushtrojnë ekipet e Superligës sot nuk janë kushtet në të cilat do të mund të punonte asnjë ekip i kadetëve. Për shkak se palestrat tona janë të zëna për shkak të zgjedhjeve. Rinumërimi tash ka filluar, tash e 4 ditë, edhe ende do thotë edhe në vendet në të cilat është përfunduar rinumërimi, ende nuk kemi një lajm të mirëfillt apo një konfirmim të asaj se a do të tërhiqet materiali zgjedhor para të shtunës, që është nesër, respektivisht para të dielës, për të na mundësuar neve që ta zhvillojmë xhiron aty. Kështu që unë e di që kreu i KQZ-s ka qenë shumë proaktiv dhe shumë bashkëpunues dhe kemi pas komunikim të vazhdueshëm dhe është duke i bërë gjitha përpjekjet për ta tërhequr materialin në mënyrë që të mos e dëmtojë më tej zhvillimin e garës sonë, po jo vetëm garës sonë, do të thotë se më këtu flas për basketbollin, po të gjitha sportet me dorë janë të afektuara apo thuajse njëjtë. Po për neve do të thotë është një urgjencë e madhe që të lirohen palestra sa më shpejt që të jetë mundur, jo vetëm për ta zhvilluar garën në kohë dhe për të mos i deviju prej kalendarit garave, po edhe për të mundësuar klubeve tona 4 të cilave apo 5 të cilave një në kategorinë e femra dhe 4 të meshkuj për të na përfaqësojnë në arenën ndërkombëtare në nivele të ndryshme, 3 gara të FIBA-s, 2 gara të tjera. Kështu që për ne do të thotë sot është e premtë, ora 2:30, unë ende nuk e kam të qartë nëse ligjëraja e dytë tashmë, do duhet që të ishte ligjëraja e katërt, do të mund të zhvillohet ashtu siç e kemi planifikuar, me gjas jo të gjitha ndeshjet do të mund të zhvillohen. Për nga informatat që ti kam. E përmendë Superkupën, cila do të jetë zhirja për Superkupë? Nuk do të ketë Superkupë për senorin Garuz 2025-2026 fare, ajo është largu prej me vendim të veçantë të bordit, për shkak se i kemi pas 2 rruga. E para ka qenë që ta kthejmë formatin e vjetër të kupës, që nuk do të ishte produktiv, e dyta ka qenë që ta shtyjmë garën, edhe do të thotë këtu nuk kanë qenë asnjë rrugë të dhura, kështu që kemi vendosur që për shkak të rëndësisë garuese të cilën e ka Superkupa si e tillë, duke qenë që nuk të siguron për shembull plasman gara ndërkombëtare siç do të siguron Kupa e Republikës apo kampionati, është vendosur do të thotë unanimisht shpi bordit që të tërhiqet prej kalendarit garave për si vjet. Një vlerësim tash fillim pas një gjiro e dëshiruar është shumë herët natyrisht për kvalitetin e Superligës, profilit Superligës. Po duket se është mirë, po duket se është më mirë se sa që ka qenë në vitin e kaluar, po duket që po konfirmohet kjo që e thu dhe ti do të thotë që ka pas shumë punë, shumë përgatitje. Trajnerët sfakun e letër duket të jenë mjaft serioz, do të janë punëtorë të mëdhej për aq sa mund të vlerësojmë nga e kaluara e tyre dhe punën të cilën e kanë bërë në të kaluarën. Ne kemi pas trajnerë të mirë dhe para 2 vite që kemi pas 3 selektorë për shembull në Superligën tonë, ose edhe vitin e kaluar, do të thotë nuk është që kjo diçka e re. Ne çdo vit po kemi trajner më të mirë, çdo vit po kemi edhe lojtarë më të mirë të cilët po vinë. Çdo vit ekipet tona janë më të konsoliduara, më të forta, më të strukturuara, më të fuqishme financiarisht, po shpresoj që krejt këtë punë të cilën e kemi bërë viteve të kaluara me kriteret licencimit ose me kushtet licencimit ose me trajnimet të cilat
bashkë me FIBA ne kemi bërë për klubet tona e të tjera, do të kanë fillu me ndonë rendimentin e vetë. Ne kemi klubet mira për momentin, kemi klube serioze në Kosovë, të cilat mund të garojnë jo vetëm në Superligën tonë, por mund të garojnë në gara pothuajse kudo në rajon apo në Evropë. Këto po shpresoj që për këtë do të na bindin do me pjesëmarrjen e tyre në për gara evropiane të cilën e kanë. Nga ajo gjira e parë, ajo që do të mund të them është se për mu personalisht do të është shumë vështirë që të hyet në një xhiro të parë pa e ditë fuqinë e ekipeve fuqinë e ekipeve të vlerëson veç prej letrës, do të thotë prej asaj çka ke para vetës, po në terren spaku 2 apo 3 vi 4 ndeshjeve kanë qenë befasi për mu personalisht, dhe kanë qenë Falja cila ka qenë. po me të thënë të drejtën, do thotë befasia kom konsideru edhe si Gal Prishtina fitoren ndaj Yllit, po edhe Peja ndaj Trepçës. Por do thotë befasia për mu, befasia e gjirës së parë ka qenë fitoria e Ravetit 0-29 kundër Borës. Për shkak se kam pasur një farë paragjykime, për shkak se vjen prej ligës parë, se edhe Bora vitin e kaluar ka hip ligës parë, po për shkak se e kom ditë që Bora ka punu jashtëzakonisht shumë në konsolidim të ekipës, po në anën tjetër trajneri Loci me pulenat e vet e vërtetoi edhe një herë që do të jetë are fort. Dhe kjo natyrisht neve na jep veç kënaqësi. Do të thënë pa parashikueshmëria e garës është aseti kryesor i Superligës së Kosovës basketball.